Hapja e rrugës Qukës-Qafploç përveç se një investimi shumë pritur nga banorët e zonës ku kalon, ka shkaktuar edhe pakënaqësi. Banorët e tre fshatrave Kalivaç, Llong dhe Kuribardh në Pogradez bllokuan aksin rrugor Qukës-Qafploç në dalje të fshatit Kalivaç në shenjë proteste pas njoftimit të ARSH-s se brenda pak ditësh do të mbyllet rruga ekzistuese që lidh fshatrat e tyre me aksin nacional. Gjatë protestës pati përplasje verbale midis banorëve dhe drejtuesve të automjeteve. Banorët theksojnë se rruga alternative që është propozuar nga ARSH shton më shumë se 2 kilometër distancë dhe është e amortizuar, e pakalueshme për mjetet e vogla. Protesta sotme është në bazë të defekteve të rrugës tonë, që në zonën e të zbinjës dhe në tunelet që është parametrat e duhur, vetëm me 2 përsi dhe s'ka një mund të këmbejnë. Kryesorja fare për ne për sot është zënia e kësaj kryqje të fshatit tonë. Që është dhe fshati tonë ka pasur rrugën aty diku që këtej, kërkore të lisë. Për më nuk që është trektaj që 39 dhe ka përme kthesa, vend për fshat për ti vajton shërbim çdo shtëpi. Jetë gjëra ka dorë dhe për kozhan, ka përme kthesa nga lagja e lartë deri poshtë, të vajtur për shërbim në çdo shtëpi. Neve kemi këtë shërbim dhe duhet na heqin. Se kuptojnë dot, si mund të vim këtu, të vem atje, për kozhan, të rikthehemi këtu për një hall të madh, të vem prapë atje dhe të shkojmë për Vladec. Sepse nuk kemi neve pse të rrethojmë ande kur e kemi rrugën këtu. Kjo rrugë ka vite, sa mbaj mendon, këtu ka qenë. Edhe shoferja unë sa të duash ti. Pse atje është më bukur se këtu të kthehemi ne, atje është më keq se këtu. Në rrugë e rrezikshme, ja, duket këtu 100 metra. Ai që është shofer ditë ta ashtu mirë. Atje është më keq se këtu. Atje ku e kanë lënë më keq se këtu. Pastaj këta kur e projektuan këtë rrugë, si projektojnë këtë rrugë, sipas shefit të tyre? Jemi këtu te firma ekzistuese që mbarovi asfaltin do të zë rrugën. Edhe ne prandaj kemi dalë një javë përpara, që harriti dhe mësot, edhe s'ka të zilet rruga këtu. Që është turp, përsi as logjike një. Që familjari do dhe rrugë për në arët për të vajtu, jo për në fshat, për në atë. Ka qenë kohë të lashta, jo të sot. Tashin edhe për fshatin tonë shumë problem, që do shkojmë në Podkozan si thaj shoku, edhe do vim këtu, një të murë që halli kemi nuk vim ashtu, për fshatin tonë nuk shumë problem. Edhe për Dunicën e për Kuribardh. Qukës-Qafploç ka kushtuar $240 milion dhe u hap zyrtarisht më 5 shtator. Ky aks nacional 43 km lidh qendrën me juglindjen e vendit, e mandej shtetet fqinje, Greqi e Maqedonia e Veriut.